Erën, çfarë ndodh konkretisht? Unë jam Joela Meta, jam nëna 7 fëmijëve. Të djemën dhe 2 vajza. Më ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Mua në orën 4 më njoftoi vajza e dytë që më ka ikë vajza e madhe nga shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia e gjeti vajzën dhe vajza kishte treguar që papa e kishte përvonuar. Unë shkoj në polici, ati i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që e kishte periati. Sa vjeçë është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Ju keni kuptuar diçka? Ishte goca me ju që diçka nuk shkonte me marrëdhënien me baban? Goca nuk më thoshte mua, në fare. Goca vetëm ishte acaruar. Se është me vlezën me motrën, kur i ndaja me thosha të keqe mami, zemra mami, do të zi me motrën me vlajnë, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve, nuk të rëdojnë. Vajza kaloi në depresion, sa u detyruar, u lërguar në Panesa, edhe kishte vetëm të një komshie këtu. Kjo komshia e kishte marrë, e kishte dhe në bukë, e kishte që brenda, edhe këta kishin lajmëruar policinë, që ka ardhur një vajzë këtu. Edhe vjen policia më lajmëroi që e gjeti vajzën dhe na thapet polici. Shkojmë ne, mua më rasti bombë kjo. Të gjitha i mora vesh ati që jati më hirë për në vajzën. Një pyetje që të ofat dhe Filipi Kutesës. Juve thatë që bashkëti ju e kishte përdhunuar. E kishte përdhunuar pje apo disa ditë më parë? Vajza kishte deklaruar që i kishte përdhunuar edhe në para dhe që 5 vjeçë në Gjermani unë nuk dija më gjë. Kur i mora vesh atje, më rast një bombë, tani vajzën ma kanë shteti, ma ka quar në Tiranë për rehabilitim, se vajza kaloi në depresion, sa u detyruar përja dhe gjë, u larguar në shtëpi. Pra që në moshën 5 vjeçare vajza është dënuar, është abuzuar seksualisht nga babai? Po kështu i dëgjova të gjitha dje, se unë nuk dijan të asë për se kishte ikur vajza në shtëpi, për një njeri që mua më përdhunoi e vladin, me beri the e vladin, të kalbet në burg të marrë dënimin e merituar se unë nuk e dua me. Të bëjmë një nene fort për fëmijët e mi. Po marrëdhënia me fëmijët e tjerë, si ishte? Po sy tim ishte nuk tregonte gjej, nuk bënte gjë. Tani brapa krave të mi se ç'a bënte, edhe kur isha unë gjumë, unë nuk dija gjë, unë edhe kur isha gjumë më vriste. Ku e dija unë se ç'a mund bënte. Është i dhunshëm, është agresiv, si e keni marrëdhënien të bashkëtorë? Sy tim, jo, alkool nuk përdorte. Sy tim nuk bënte gjë, se ç'a bënte brapa krave të mi, unë nuk dija gjë. Ti mora vesh të gjitha në polici. Edhe vajza më ka kaluar në depresion, ma ka strehu shteti vajzën, me atë po merr